Nëse ke dëshirë me ditë, a je begatu me urtësi, a je prej atyre të cilët munden të quhen të urtë, atëherë duhesh me ditë si i ke raportet me një adhurim të caktuar. Cili është ai adhurim i caktuar, i cili nëse e vepron, tregon, është një indikator i fuqishëm se ti je i urtë. Ty Allahu subhanahu wa taala të ka begatu me urtësi. E atë që Allahu e ka begatu me urtësi, me të vërtet, kjo është prej mirësive më madhore. Thotë Allahu azza wa jall, yu'til hikmata man yasha. Allahu i jep urtësinë atij që don ai. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Ndërsa atij që ju është dhënë urtësia, me të vërtet ju është dhënë një khajr i madh dhe nuk kupton që tërkush përpos ata që kanë mend, thotë Allahu subhanahu wa taala. Cili është ai indikator i fuqishëm? Është ai që ka përmend Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, ku thotë: "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah." Allahu akbar. Na, thotë Allahu azza wa jall, i dham urtësi Lukmanit që ta falenderosh Allahun. Pra falënderimin dhe Allahut azza wa jall. Do ta analizojmë pak, do të qëndrojmë pak tek realiteti i falënderimit dhe Allahut azza wa jall. Çfarë do të thonë me falëndëru Allahun azza wa jall siç duhet, siç e kërkon Allahu, siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Por se drejt ta kryjmë ajetin, sepse Allahu thot pastaj një realitet shumë të rëndësishëm na potencon, një realitet shumë të rëndësishëm që duhet me kuptu njerëzimi. Thot ai që falënderon për të mirën e vet, për veten e tij. Do thonë e ka për veten e tij. Nëse ai i cili mohon, ta kemi parasysh, mohimin Allahu nuk e don, edhe njerëzit kur ja mohon të mirat që ja ki bo, kur ti mohojnë të mirat që ja ki bo, nuk e kanë marak. Nuk e kanë marak. Mohimin as njerëzit nuk e dojnë, por se ta kemi parasysh se edhe Allahu nuk e don. Mirë po, ai i cili është mohues, Allahu çfarë thot? Ai është i vetmjaftueshëm. Allahu nuk ka nevojë që ta falenderojmë apo që nëse e mohojmë. Allahut nuk i bojmë dam nëse ja mohojmë të mirat. I bojmë dam vetvetes tonë. Sepse Allahu thot se ai është Ghaniyun Hamid. Ai është me të vërtet i pasuri, është i pasur, është i vetmjaftueshëm dhe Hamid, i denjë për falënderim dhe lavdrim. Mira mo, na kemi shumë nevojë, dhe është e rëndësishme për neve, për lumturinë tonë, për me tregu se me të vërtet jemi të urtë, që ta falenderojmë Allahun azza wa jall, sepse çka tha Allahu, urtësinë ne kemi dhënë urtësi Lukmanit që ta falenderojë Allahun. Pra, falënderimin ndaj Allahut është një indikator i fuqishëm, shumë i fuqishëm se ty Allahu azza wa jall të ka begatu me urtësi. Ai i cili është i urtë e falenderon Allahun azza wa jall. E ai i cili e falenderon Allahun shumë, kjo tregon se është me të vërtet i urtë dhe Allahu i ka dhënë urtësi, ndërsa urtësia është prej mirësive, prej hajrit më të madh që e përmendëm në ajetin tjetër. Ndërsa se përket falënderimit shkurt, duhet me pas parasysh se falënderimi ndodh me zemër, ndodh me gjuhë dhe ndodh me vepra. Me zemër duke e ditë, duke pas qartë, duke pranu me zemër se çdo mirësi që e ke prej Allahut subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çka keni prej mirësive, çdo mirësi, çdo lloj i mirësisë, ajo është krijt prej Allahut azza wa jall. E sa janë ato, thot Allahu me një tjetër ajet, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jo edhe sikur të tentoni ti llogaritni, ti numëroni të mirat, mirësitë, begatitë e Allahut, nuk keni mundësi me i llogarit. Nuk keni mundësi me i llogarit. Por se ti çdo mirësi që ke e din me zemër, e pranon me zemër se është prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është starti, është fillimi i të qenit falënderues i denjë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Falënderues për të mirat e Allahut azza wa jall. Pastaj pjesa tjetër është me gjuhë, që ta thosh aktiv, në mënyrë aktive, që ta falënderosh Allahun subhanahu wa taala për të mirët që ti ka dhënë, që ti folsh fjalët që i don Allahu subhanahu wa taala, që mos të merresh me fjalë të cilat Allahu nuk i don, që ti jesh falënderues me fjalët elhamdulillah. Dhe pjesa më e rëndësishme është edhe pjesa aktive e veprave. E falenderon Allahun azza wa jall me vepra. Qysh çdo mirësi që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala e shfrytëzon në atë mënyrë që e don Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë logjik, ta ka dhënë logjikën, e shëndosh, e shfrytëzon me mësuesi, gjërat e dobishme, me mësu dijen, me mësu me adhuru Allahun çish duhet, me mësu ç'më i bë dobi tjerëve.
e mëson çdo shkencë që është e dobishme në dobinë e njerëzimit. Më i miri për jush është ai i cili është më i dobishmi për njerëzit. Pra e shfrytëzon për hajër dhe nuk e shfrytëzon për sharr. Kështu e falënderon Allahun Azza wa Jall më së miri. Kështu tregon urtësi në falënderim. Nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë pasuri, e shfrytëzon duke dhënë zeqatin, duke dhënë sadaka, duke i ndihmu tjerëve, duke shfrytzu pasurinë ashtu që shëdon Allah subhanahu wa taala. Nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë evlad të hajrit, të ka dhënë evlad të shëndosh, nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë evlad, ja mëson aty në hajrin, i mëson me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ja mëson edukatën. Kështu tregohesh falëndërues ndaj Allahut xhelle xhelalu. Nëse Allahu të ka dhënë shikim, të ka dhënë shqisa, të ka dhënë shëndet, e shfrytëzon në të mirën, në atë që e don Allah subhanahu wa taala dhe nuk e keq përdor, nuk e përdor për sherr apo për mëkate. Ky është falënderimi bazik, falënderimi që e kërkon Allah subhanahu wa taala. Sa i bukur është ky transmetim, vëllezër. Për Davudin alayhis salam, në lidhje është përmend në tefsir në lidhje me i'malu ala Davud shukra, thot Allahu Azza wa Jall, ju zbatoni që në praktik falënderimin e familja e Davudit. Ndërsa transmetohet se Davudi alayhis salam ka thonë: Ja Rabb, kejfe eshkuruke wa shukru ni'metun mink. Qysh o Zot, qysh të falënderoj unë ty, kur falënderimi në vetvete është mirësi prej onës tënde. Atëherë pas ka thonë Allahu Azza wa Jall: El-ana shakartani, tash më ke falënderu ashtu që duhet. Hina alimte anna ni'mata minni, kur e dite, kur arrite njohurin se mirësia është prej anës time. Pra, ta kemi parasysh, prej mirësive më të mëdhaja është që Allahu Azza wa Jall bëje prej atyre të cilët e falenderojnë Allahun shumë. Edhe ti je falëndërues me zemër, me gjuhë dhe në praktik, në vepra, për çdo mirësi. Nëse vetëm pak ulemi, analizojmë, mendojmë, reflektojmë rreth të mirave që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala, e sa të shumta janë ato. Paramendoje veten, vetëm shqisa që ti ka dhënë Allah Azza wa Jall. Shikimin, për sa kishe shit shikimin tënd. Do më thonë ti vetëm shikimi është më i pasur se çdo gjë që ekziston në botë, çdo pasuri e botës. Miliarda nuk i kishe dhënë për shikimin tënd. Ndëgjimin, logjikimin, ndjenjat, organet funksionale, shtëpinë, sigurinë, mirëqenien, familjen, jetën, fëmia, grua e mirë. Dhe ta kemi parasysh riskun që e ki prej Allahut Azza wa Jall, përse nuk është vetëm se siç e keq kuptojnë disa, vetëm llogaria jote bankare, të holla që i ke në bank. Shumë më e gjonë është risku. Risku më i mirë është imani dhe veprat e mira. Risku i mirë është gruaja e mirë, evladët e devotshëm. Namazi është prej riskut më të mirë që e ki nga Allahu Azza wa Jall. Sa e falenderon Allahun Azza wa Jall për namazin që ta ka dhënë, që të ka bërë prej atyre të cilët i bin sejgje Allahut Azza wa Jall, duke zbatu urdhrin më të madh pas imanit në Allahun Azza wa Jall, duke e zbatu veprën më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, duke qenë prej atyre të cilët i nënshtrojnë Allahut, binë sejgje në veprën më të afërt me Allahun Azza wa Jall, në gjendjen më të afërt me Allahun xhelle xhelalu, që është shpëtim në këtë dunjë, lumturi, shpëtim, sukses në këtë dunjë dhe në ahiret, që është në dritë në ahiret, në varr dhe në ahiret, që është vepra kryesore pas besimit në Allahun Azza wa Jall, shtylla kryesore, themelore e fesë, që nëse e ki namazin rregull, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë faqad aflaha wa anjah, ai ka qenë i suksesshëm, ai ka shpëtu, e ai i cili nuk e ka fal namazin apo nuk e ka pas namazin rregull, faqad khaba wa khasir, ai ka qenë i dëshpëruar dhe ka humbur. Dhe vepra tjera të mirë nëse Allah Azza wa Jall ta ka mundsu me haxhëru Ramazanin, me shku në haxh, me u angazhu me vepra të mira, me qëndru larg haramit, me u fokusu tek ushqimi halal. Çfarë mirësie prej Allahut Azza wa Jall është kjo? Sa e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për gjithë këto mirësi, e sa të shumta janë që nuk i dim. Këto vetëm pak që i dim, se sa të mëdha që janë, e sa ato që nuk i dim. Sa janë ato që nuk i dim, ato janë sigurisht më shumë. Prandaj duhet gjithmonë ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall për të mirët që na ka dhënë, që janë të dukshme të njohura dhe që janë të pa dukshme dhe të pa njohura për neve. Dhe shumë e rëndësishme për fund, se shumë njerëz
I harrojnë të mirët e Allahut Azza wa Jall të shumta që e ka dhënë, duke u krahasuar me tjerë që Allah disa i ka favorizuar në dunja, që nëse ti ki në aspektin e ahiretit ki të mira, ta kish parasysh se ti je shumë më i pastër, sepse wal akhiratu khairun wa abqa, sepse ahireti është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Ndërsa sa prej njerëzve krahasohen me tjerë edhe pastaj harrojnë e nënvlerësojnë të mirën e Allahut Azza wa Jall, edhe këtë na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka bë të qartë, na ka tërheq vëmendjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shikoni ata të cilët janë më poshtë se jo, dhe mos i shikoni ata që janë më lartë se jo, mbi ju, sepse kjo është më e denjë që ju të mos nënvlerësoni mirësinë e Allahut mbi ju. Kjo është një element, një çështje shumë e rëndësishme. Ndërsa ata që janë më të përparuar, më të zhvilluar në aspektin e ahiretit, me vepra të mira, me iman, me vepra të mira, me dije të dobishme, ata duhesh me shikuar gjithmonë ai që është më përpara se ti. Kështu që të shtyesh në hajër. O fi dhalike falyatanafasil mutanafisun, në këtë le të shtyhen ata që shtyhen, pra me vepra të mira, në iman dhe vepra të mira. Prandaj edhe një herë, nëse don me qenë prej atyre të cilët konsiderohen të urtë, që i ka begatu Allahu me urtësi, falenderoj Allahun Azza wa Jall për çdo mirësi, çdo të mirë që të vjen në jetën tonë, dhe falenderoj Allahun Azza wa Jall për ato që i ki vazhdimisht, falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Falenderoj me zemër, falenderoj me gjuhë, po sidomos me vepra, duke e shfrytzuar në atë mënyrë qysh e kërkon dhe qysh e don Allahu subhanahu wa taala. Përgëzoj me çdo të mirë, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح